Resojnë atyre që i thonë. Agjencia në Vjenë ka bashkëpunuar dhe mbas prishjes së marrëveshjes, por iranianët gjithmonë më shumë thanë jo, se ata s'kan ndërmend. Irani deklaroi që nuk do bashkëpunojë më me të. Pra tani ka deklaruar që nuk se e bombarduan burr. Ata që do bashkëpunonin e bombarduan. Po ata që bombarduan ja arritën qëllimit, ja hoqën armën nga dora apo jo? Iranin. Unë jam kundra regjimit Iranit, meqense se nuk jam me Iranin, kështu që s'm shkon mendja ta mbështes. Por ca gjëra janë vërteta, ca gjëra janë vërteta tash. Nëse thash Irani pas ka pasuruar më shumë, nuk ka asnjë shans ta përdora ai për herë të parë. Se përdorën as amerikanët, as rusët, as francezët. Kërkush se përdori përveç dy bombave në Japoni që ishte kohë lufte. Nuk i përdor më njëri ato. Ja ç'a bëri Pakistani me. Janë të dyja fuqi bërthamore. Pse e mbyllën luftën? Se i thap Trumpi. Apo se e panë që nuk shkohet larg. Pse u mbyll ai kollaj Izraeli me Iranin? Të dy kuptuan që shiko, ajo luftë që po fillonte po i shkatronte të dy. Hera parë që në Izrael kanë rënë raketa. Ju e mbani mend para ca muajsh në atë sulm, vetëm 5% ose aty rrotull e raketave iranian e ranë. Tani ka vajtur 50-50. Kështu që lufta s'është zgjidhje asnjëherë. Zoti Xhaferi? Unë mbarova. Shiko, u arrit misioni, u shkatrua industria nukleare e Iranit? Këtu ka këndvështrim nga më të ndryshmet. Por që dëmtuar rënd, kjo nuk diskutohet, sepse nuk është vetëm problemi i goditjes, por sipas Reuterit, në luftën 12 ditore janë vrarë 12 shkencëtar, më duket. 30 komandant dhe 12 shkencëtar. Pra edhe ky nuk është një... Kanë 12.000 shkencëtarë dhe po aq komandantë, ky është problemi. Mund të jetë problemi ky, po unë po i referohem derisa Reuteri e përmend si fakt, tregon që nuk është i vërtetë si fakt. Nuk është i vogël. Dhe këtu flasim nga pikpamja që pse, sepse këtu pak ndaj pikpamja të kundërta me profesorin që flet më shumë nga pikpamja fizike, kurse nga pikpamja e sigurisë, si Izraeli, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në strategjinë e tyre të sigurisë kombëtare kanë goditjen paraprake. Qofse unë konstatoj që kundërshtari im po hecën një drejtim, unë nuk pres derisa të bëhet i fortë. Po kush je ti vëlla? Po e godas. Që pas ke këtë strategji. Unë nuk po flas, profesor, unë po flas për strategjinë e tyre të sigurisë kombëtare. Kush është Irani që financon milicin në Irak? Milicin sulmoje për të ndrojë nga harta Izraelin. Këto do ta fshin nga harta Izraelin. Po flasim shteti. Ankohu për këtë gjë dhe rrëzoi atë regjim. Ne këtu po interpretojmë veprimet e secilës palë bazuar në strategjinë e tyre të sigurisë. Edhe Irani sot, unë e bëj këtë se në strategjinë time të sigurisë kombëtare kam proksi luftën. Jo, nuk e ka thënë asnjëherë, unë nuk e bëj. Mbështes milicin. Nuk do bëj armë bërthamore, ka thënë. Mbështes milicin në Siri, mbështes Hezbollahun, mbështes Houthit në Yemen, mbështes Hamasin në Gaza. Kurse Izraeli dhe Amerika thonë strategji sigurie paraprake e konsideroi Iranin kërcënim, se që nga 1900 që kur Rashau, 1979 ka thënë zhdukje Izraelit, zhdukje Amerikës, e konsideroi si kërcënim, e shikoj që po lëviz në drejtim të pasurimit të uraniumit, në bazë të evidencës time, e godas. Pastaj, që Netanyahu është konservativ në ekstrem dhe ka një marrëdhënie shumë problematike dhe me gjykatën penale ndërkombëtare. Ka një qeveri super të djathtë. Kjo është tjetër çështje në shkenjen e drejtave të njerëzit. Ne i quajmë super të djathtë, po janë fascistë. Ne këtu po interpretojmë veprimet që kanë ndërmarrë shtetet bazuar në strategjitë e tyre të sigurisë. Unë mendoj kështu që me bombën në xhep flitet ndryshe. Pra ai që ka bombën dialogon ndryshe. Dhe shembulli është Korea e Veriut. Si u fut loj Korea e Veriut, një shtet me fuqi modeste. Momentin që bëri provën bërthamore dhe dha prova konkrete që e ka atë kapacitet, pra ka armën atomike, vajti i takoi Trumpi Singapore. Pra, me të njëjtin mekanizëm synoshe që Irani të riktheshe fuqishëm lojtarën në Lindjen e Mesme. Sepse pastaj në rast se ka armë atomike Irani, nuk e godet kollaj. Ki parasysh, nëse bën se godet kollaj. Nuk e sulmon dot. Sepse ka armën atomike. Dhe ajo që shpjegoi shumë qartë profesori, tha që aty
çështja e prodhimit të armës atomike është shumë komplekse, sepse nuk mjafton vetëm ta pasurosh Iranin, ta çosh në masën kritike ku Pjesë tjetër ajo pastaj. por duhet dhe një burim neutronesh, mekanizmi i i kanë bombës, reaktorët, duhet komponent tjerë, duhet bësh prova e tjerë që është shumë komplekse ajo Ta histori. prodhosh dhe armën, se nga... Dhe dytë ta futesh në një kokë bërthamore, Po. ta futesh në një predh dhe ta lëshosh, që kërkon pastaj sintonie, sinkronit, shumë procese zakonisht koka. tani Po bëjnë patet, po patet teknologjinë, teknika është e avancuar, por çështje muajsh është. Po të kesh teknologjinë dhe teknikën, pasurimi është çështje Ai muajsh. pse goditet Kërkon- për